Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kjo grua përdor maskën me kos prej vitesh dhe nuk ka asnjë rrudhë në fytyrë. Ja sekreti. Kosi nuk është vetëm një produkt i shijshëm dhe plot të vlera për të konsumuar kudoherë. Janë pikërisht këto vlera të cilat përmirësojnë shëndetin e lëkurës në qoftë se ju e përdorni atë si një maskë, pa nevojë për t'i shtuar asnjë përbërës tjetër. Kosi kthehet në maskën më ekonomike dhe me përfitime të jashtëzakonshme për shëndetin dhe lëkurën tuaj. Minerale dhe vitaminat të cilat gjenden tek kosi. Ka një arsye pse kosi i jep lëkurës dhe fytyrës një gjallërim dhe shkëlqim të menjëhershëm. Sipas të dhënave, janë pikërisht këta 4 përbërës të cilët ndikojnë në shëndetin e lëkurës. Zinku është i njohur për vlerat e tij anti-inflamatore, nxit rigjenerimin e qelizave të lëkurës, si edhe balancon gjëndrat yndyrore që shkaktojnë krijimin e akneve. Të gjithë e dimë që kosi përmban kalcium. Ky mineral është përgjegjës për hidratimin dhe parandalimin e përtharjes së lëkurës. Vitamina B nga ana tjetër bën të mundur mbrojtjen e qelizave të lëkurës nga radikalet e lirë, si edhe nxit prodhimin e yndyrnave të shëndetshme. Acidi laktik gjithashtu është një nga përbërësit kryesor të kosit dhe ai gjendet me shumicë tek produktet e lëkurës. Ai funksionon si një agent kundër rrudhave dhe plakjes së lëkurës, por veprimi kryesor i këtij acidi është parandalimi i prodhimit të enzimës tirosinaz, e cila nxit prodhimin e melaninës. Kështu, lëkura juaj do të jetë më e bardhë dhe më e pastër. Si të përdorni kosin për lëkurën? Mjafton që një filxhan kafeje të hidhni 2 deri në 3 lugë çaj me kos dhe ta përzieni derisa të formohet një masë e plotë. Sipas ekspertëve, ju duhet të keni parasysh që ta vendosni në fytyrë duke treguar kujdes që të mbuloni të gjitha zonat problematike, si edhe qafën. Ne ju këshillojmë që ndërkohë të lyeni fytyrën dhe të masazhoni atë me lëvizje rrethore për të nxitur qarkullimin e gjakut. Kosi kështu do të ngurtësohet pas 5 minutash duke krijuar një maskë të mirëfillt. Lëreni për rreth 15 minuta dhe më pas mjafton që ju të njohni pak duart dhe përsëri ta fërkoni fytyrën derisa shtresa e kosit të thërmohet. Kështu ju do të largoni të gjitha qelizat e vdekura dhe papastërtitë të cilat janë akumuluar në poret e lëkurës gjatë ditës. Kosi gjithashtu përmban baktere të cilat luftojnë të gjitha papastërtitë e mbledhura në lëkurë nga kontakti i saj me faktorët e jashtëm. Sipas ekspertëve, ju gjithashtu do të parandaloni edhe krijimin e akneve si rezultat i infektimit të poreve nga papastërtitë. Më pas, shpëlajini lëkurën tuaj me ujë të bollshëm dhe fshiheni lehtë me peshqir. Nëse ju keni një fytyrë të ndjeshme, ne ju sugjerojmë që thjesht ta shpëlani fytyrën me ujë të bollshëm. Sa shpesh duhet ta përdorni kosin për lëkurën e fytyrës? Për personat me lëkurë të yndyrshme, është e këshillueshme që ajo të përdoret çdo ditë për të patur rezultat, ndërsa për ata të cilët kanë lëkurë të thatë, mund ta përdorin 2 apo 3 herë në javë. T'i rikthejmë lëkurës shkëlqimin dhe t'i dhurojmë një energji të re pas ditëve me smog dhe stres, tashmë duket se është e mundur. Ja disa këshilla bukurie të cilat janë të marra nga gjyshet tona. Kosi është një aleat perfekt për të kujdesur për lëkurën, fal vetive të tij qetësuese dhe njëkohësisht hidratuese. Përveç se ka aftësi antibakteriale dhe pastruese, duhet kujtuar që kosi ka aftësi shumë të mira
për të aktivizuar element përbërës të produkteve me të cilat përzihet, duke u mundësuar atyre që të futen në mënyrë efikase në lëkurë. Ndërkohë mund të përdorni maskën me kos dhe kivi. Kivi është një frut i çmuar sepse ai përmban substanca ushqyese të cilat i japin lëkurës tonë shkëlqim. Ndërkohë është i pastër me vitamina C dhe E. Ky frut e përmirëson lëkurën tuaj falë përmbajtjes së antioksidantëve, veçanërisht vitamina C që bën edhe zbardhjen e njollave të lëkurës. Kivi gjithashtu ka veti antiinflamatore natyrale të cilat ndihmojnë në luftën kundër akneve dhe njollave dhe falë tij mund të përdoret edhe për një skrab të lehtë. Përgatitja: marrim tulin e kivit të cilin e shtypim mirë me një pirun. Më pas t'i shtojmë kosin dhe e përzijmë derisa masa të bëhet e njëtrajtshme. Pasi të kemi larë fytyrën, aplikojmë maskën e realizuar dhe e lëmë në fytyrë për gjysmë ore dhe më pas e shpëlajmë. Këshillohet që kjo maskë të aplikohet një herë në javë. Kos dhe mjalt: kjo është një maskë klasike. Maska me kos dhe me mjalt është efikase kundër rrudhave dhe qetësuese dhe arrihet duke përzierë një lugë gjelle kos dhe një lugë kafe mjalt. E thjesht në përgatitje dhe me efekt të menjëhershëm për të rikthyer kështu shkëlqimin e lëkurës tonë të lodhur dhe njëkohësisht të irrituar apo të stresuar. Kos dhe arra kokosi: një maskë me gjysmë tasi kos, një lugë gjelle me miell kokosi dhe një lugë gjelle me miell qiqrash do të jetë perfekte për lëkurat mikse sepse efekti skrab evidentohet më shumë dhe vitaminat të cilat ndodhen tek qiqrat hyjnë në thellësi të lëkurës. Lëreni atë për 10 minuta dhe më pas shpëlajini me ujë të bollshëm dhe të ftohtë për një efekt sa më të mirë. Kos dhe kastravec: është e këshillueshme që në mënyrë të veçantë për lëkurat e thata dhe të skuqura ju të përdorni këtë maskë, e cila është më e mira për të gjitha llojet e lëkurave. Ndërkohë, kastraveci njëkohësisht është i njohur për aftësitë e tij qetësuese, hidratuese dhe në bashkëpunim me kosin ka edhe veti të fuqishme dhe të mira ushqyese. Edhe në këtë rast nuk nevojitet kohë për ta përgatitur maskën, është e thjeshtë dhe ajo arrihet duke përzierë kastravecin me kosin e bardhë. Koha e mbajtjes mund të variojë në varësi të kushteve të lëkurës, nga 10 minuta në gjysmë ore për një efekt sa më të mirë ajrimi. Kos dhe limon: për cilindoj i cili ka një lëkurë mikse apo të yndyrshme, përdorimi i limonit është shumë i këshillueshëm. E gjitha çfarë ju duhet që të bëni është që të shtrydhni gjysmë ose një limon dhe më pas miksojeni me kosin. Aplikojeni këtë maskë me lëvizje rrethore për të stimuluar mikroqarkullimin. Sa më e yndyrshme të jetë lëkura, aq më gjatë duhet ta lini këtë maskë që të veprojë. Rezultati është i garantuar, thjesht ju duhet ta provoni. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.